u thanë shumë gjera, nuk mbete shumë për shtuar s'paku në këtë format bisede, po ajo i kthejmë prapë asaj që i bën përshtypje gjithëve lehtësia, sa kollaj. Dhe këtu, dhe ta përmendem edhe një herë atë makinën që ka qenë aty, me gjetë një vend parkingu, me dal nga parkingu, domethënë është një lloj torture për çdo njeri që jeton në këtë kryeqytet. Aty ata kanë marrë masat që edhe ta lejnë rrugën të hapur, nuk lejojnë asnjë makinë të parkojë, i kanë bërë me një lehtësi shumë të madhe dhe kanë marrë, kanë ikur. Edhe pastaj ajo është një ngjarje që ka ndodhur në syt të dy policëve. Nuk po i ngarkoj asun, sepse bie dakord me atë që thanë parafolësit që këtu është e kalbur, domethënë struktura vetë, nuk ka ngel thjesht e polici, megjithëse polici gjithashtu kur e pranon uniformin, e pranon atë detyrë, do të përgatitet dhe për sakrificë sublime. Sepse është misioni që praktikisht ka marrë përsipër, zoti Zogaj, po duke se shpesh ndodh të jetë misioni i dështuar ose i pamundur të realizohet. Nëse vrasja për shembull në Rinas u ka dhënë shumë kohë atentatorëve për t'ikur. Ja te kemi videon. Kjo e ndjekim për pak sekonda, kjo është videoja ekskluzive e ikjes së Ndocit, ky është polici apo Ndoci, sepse me sa kuptoj unë, Ndoci. Ky është Ndoci, i cili ikën mes për mes oborrit të spitalit apo parkingut. Unë nuk shoh asnjë polic aty. Polici del pak më mbrapa, po del domethënë me një vrapa më të duhet them këtë pak i shpejt, më i ngadalt, mosha bën. Policia në fakt nuk është i konfiguruar në video. Jo, këtu nuk është. Po që t'jemi sinqert, momenti ku ja i përshkon oborrin e spitalit Durrësit, është i vetëm. Po, të paktën janë 60-70 metra i humbë, pastaj nëpër pallati 100 metra. Pastaj shfaqet polici, diku te 70 deri 100 metra. Nuk e di, ndoshta pamja e polisit mund vinë në një video të dytë, për momentin kjo është video e siguruar ekskluzivisht dhe ka pak minuta që ka dalë në qarkullim, zoti Dojani. Po, zoti Zogaj. Pra është, nëse tek ngjarja e parë që ka qenë zoti Dojani këtu, atentatorët marrin kohë për t'ikur, sepse ajo ndodh në një vend ku s'ka survejim, s'ka policë. Kjo ka ndodh në një vend ku ka ndodh në spital, ka ndodh aty ku ka policë, ka njerëz. A ka në informacion? Policë të cilët ishin pikërisht për të mision, zoti Zogaj, për të mbajtur masa sigurie këtë njeri. I lem policët. A ka në informacion? Ato spaku alarmin e kanë dhënë se na iku. Pra se kanë ndalu dot, po e kanë dhënë kohë reale që na iku, apo jo? Se po të kenë bërë dhe këtë që s'ka njoftu, do ishte kulmi.